Unë e kuptoj Arlindin për retoriken edhe për atë që dëshiron të arëzoj pushtetin, është e drejtë ti se është politik, por absolutisht nuk pajtohem me gjuhën, absolutisht nuk pajtohem me të vërtetën që i duhet, ose me të vërtetën që ja u thot protestuzve, shikuzve, për atë që ndodhë në Shqipëri. E para, me mënyrën se si është narracioni, nuk zhvillohet vendi. Dhe e dyta, unë pajtohem se prona është gjithçka. Është e njeriut dhe ai du ta gëzoj atë. Por vendi nuk zhvillohet nëse prona mbetet si peng e një ideje e asgjës. Dhe shumica e pronave në Shqipëri janë asgjë, me të thënë drejtën. Dhe janë asgjë për faktin se ato njerëzit krijojnë një ide se mund të pasurohen duke ndajt dhe e presin momentin kur ato prona i shesin dikujt për të pasuruar pa bërë asgjë. Dhe kjo ka ndodhur gjatë gjithë kësaj periudhe. E para, të nalemi të projekti Zvornici. Unë nuk du të hy se kush ka të drejtë në prona, për arsye se ato e thot prokuroria, ato e thojnë gjykatat, dhe me një gjë nuk pajtohen. Nëse njerëzit i japin të drejtë vetës, t'i shesin prona, dhe njeri është i guximshëm t'i blej prona dhe t'investoj, ajo ka të drejtën e Zotit që t'jetë lafundist, i mesjetës, apo pronar i një bote moderne për të krijuar një projekt i cili është 4.5 miliard. Për ata që se dinë sa është 4.5 miliard, ajo i bjen që këtë smundje ka shëruar moti Malizi, Kroacia, Portugalia, të fundit të cilët kanë pas kësi prona, dhe kanë bërë këse rezorte të cilët e kanë ndryshuar GDP-në vend. Si mund të refuzohet 4-5 miliarda qletë me një retorike cila është dorën zemër kundër pushtetit Ramës, por jo nuk do të jetë kundër investimit. Rama mund të ketë plot gabime, Rama mund të ketë edhe ose pushtetit ti mund të ketë bën me katastër namin, por të refuzohet Aman grupi, do me thënë, do është fare mos të keni djeni se kush janë ata. Vesh po të kallzoj, Aman grupi, unë po t'japi 100 zona të mbrojtja, vetëm pak, unë po t'japi 100 zona në botë, ku Aman grup është me hotelet më të mira, dhe ku shtetet ja kanë dhënë të drejtën të ndërtoj gjëra që ju kanë përshtat ambientit, ju kanë përshtat rrethonave, specieve të cilat janë Pasi aty ka shtet, këtu s'ka shtet. Kjo është bandit korruptuar që nuk hyn aty. Nuk shpromsojnë të shkatrojnë natyrën. A mund të ngrenë pyetjen 4.5 miliard euro i ka parë njëri me dokument të shkruar që është investimi, apo do të besojmë çfarë thot kryeministri? Në qoftë se gjendet një dokument të shkruar që në Shqipëri do vinë 4.5 miliard euro... Vetëm ta sharojmë një bë. Në shkretirin e Jutas, është ndaluar rrepsisht të ndërtohet një shtëpi, e lejmon një hotel. Në gjithat hapësiren, prej qindra mijëra kilometrave, është vesh një hotel. Aman Group Hotel. Që është e rujtun, është e konzervume nga shteti Amerikan. Jo, unë s'po flas në Amerikë, për shembull, në një hapësirë ku janë miliona metra katror. Ku dush mundesh me hyrë në internet. E kam vizitu personalisht. I kam vizitu të gjitha kanjonet. Dhe ata për turizmin, zhvillim në turizmit e kanë lënë një hotel ku njerëzit mund shkojnë. Pas ke goxha privilegje që i viziton të gjitha këto. Kam privilegje se kam dëshirë. Nuk është privilegje, kam dëshirë. Dush vish me dashur atë. E di çfarë do të them. Detyra e një kompanie është të fitojë. Apo jo? Jo, mos hyna nej. Detyra një shteti është vë rregulla. E kompania fiton, e gjen shesh e bën për shesh, kudo. Ku e gjen shtetin e fortë, u bindet rregullave. Ku e gjen shtetin e dobët, e njëjta kompani të bën sallat, natyrën, pronat, të rrethon plazhin, t'i bën gjitha. Vetëm të shikojmë Zonjusha ose Zoja, po flet për 4.5 miliard. Sikur t'jen fara. Vetëm pak ta sharoj të lutem, vetëm pak të sharoj. Kur flasim për 4.5 miliard, kur flasim për Aman Group, kur flasim për personalitete publike që e kanë sekret investimin,
Nuk vjen aty mja thonë publiku që ti ta dish Ju keni parë një dokument të propozuar nga këto kompani, të lutem, se unë tërhiqe nëse unë e kam gabim. Nëse kemi një dokument të shpo. Jo, vetëm një kompani e tillë, Aman Grupi. Kur hinë në negociatë. Aman Grupi këtu. Ajo është me fortë se Shqipëria, Zoj. Me fortë se Shqipëria. A ju kujtohet çështja e Kakomes, zotri? Kujtohet. Po, edhe çështja e Kakomes, asë kohë kryeministri I vendit deklaronte po kaq kollaj fort që ishin kompani franceze. Mo kjo shihet. Po ku është Kakomeja sot? Kjo shihet. 4-5 miliardë ekziston apo jo? Ku ekziston? Unë nuk besoj që ka kompani serioze, të lutem. Unë nuk besoj që ka kompani ndërkombëtare me asa unë njoh, që do përfshirë në një projekt me çështje të komplikuara të pronësisë, me çështje ku vetë prokuroria jemi sigurisht. Jemi 4.5 miliardë. Po flasim për diçka tjetër. Po flasim për diçka tjetër. Mos kalo për një A keni parë ju një dokument që vërteton? Unë I besoj kryeministrit që A ju besoni a priori kryeministrit? Jo a priori. Unë I besoj një njeriu që ka pushtetin del publikisht dhe do I marr votat se ai kur thotë se investimi është 4.5 miliardë. Ai s'ka ku ikën pastaj. Nuk ka ku ikën se ai duhet ta arsyetoj publikisht. Duhet I thotë Arlind Çorit se kam gënjur apo kam thënë vërtetën, se ky I shton në votat me këtë gënjeshtër. Po kjo 4.5 miliard mund t'ishte për projektin mund të flite, keni ju në dyshim nga kryeministri mund të fliste për projektin e Sazanit? Por unë s'kam dyshim, ai është njeri kryeministër I vendit. Unë s'kam dyshim derisa ai flet publikisht. Në momentin që gënjen, ai ikën nga pushteti. Se po flasim për 4.5 miliard. Po flasim për Katarin që s'ka angazhuar. Po flasim për Emiratet e Bashkuara. Po flasim për një grua që ka Ivanka Trump që e ka vendos fytyrën e vet. Edhe kushtleri. Ka bërë reklame. A di çfarë thonë me vendos? Të lutem. Familja Trumpit një gjë që unë kam rezervat jashtëzakonshme për familja Trumpit më ramar. Jo. Të lutem tani. Jo, unë kam rezerva, por flas për presidentin. Papa I Romës tani. Lutem tani, matrapaz global janë tani. Jo, nuk po hy, unë po flas për presidentin e Amerikës. Unë kam rezervat jashtëzakonshme. Shikoni SBA si hetohet familja Trump e si kritikohet se si përfitojnë nga pushtetit jatit. Për projektet politike që I ka Trumpi, unë kam rezerva. Kemi që nga 91 që na thonë gyllni gojën, po folën ande nga perëndimi. Unë po flas për 4.5 miliard. Po flas për vendet të fat I kemi. Para nuk e dim a janë as janë. E dyta, nuk investojnë në mënyrë të lishme. E treta, nuk do ketë efekte për paritare. Një sekond vetëm. Ja, këtu s'ka të pak. Ikim ti momenti, shiko. Të mos shkojmë në ta larg, Amani Grup është në Montenegro. Dhe ka Shtëpinë e Mbretit. Aty nuk shkon do të bazon më shumë se 9-3.000 euro nata, dhomën. E vërtet është? Pra, në qoftë se do bëhet një biznes, le t'ja thonë më folë shqiptar, para I duhen vërtet, qoftë se do bëhet një biznes, ku do vinë të pasurit, super të pasurit, sepse çmimet aty do t'jenë të kësaj kategorie. Ti përmendë Aman Grup. Ka një 500.000 banorë, 600.000 malizi, që do bëjmë edhe ne? 600.000 veta... Kryeministri, që shpërndajmë fitoj dhe kompanitë të tjera shumë të mëdha sot. Hotelet luksoze. Po në qoftë se bëhet për ata, është fjala që do t'jetë 15.000 euro metër katrori, këto. Aman Grupi. Amani kryesisht investon në zonat e mbrojtura. Kryesisht, gati 95% të rasteve hyni. Edhe shikojeni, investon në zonat e mbrojtura. Por adapton të gjithë projektet e veta mbi ato zona që ekzistojnë. Aty shflitet për 10.000 një si banimi. Ku ka më zonë mbrojtur me 10.000 një si banimi? S'ka projekt. Nuk ka projekt. Nuk ka projekt. Për shifra ka projekt, për njësit e banimit nuk ka. 10.000 një si banimi është qytet në vete, edhe zonë mbrojtur. Edhe qytet aty me beton, nuk shkon, pra nuk shkon. Nuk shkon, nuk do ketë më zonë mbrojtur, nuk do ketë asgjë. Tani, interesi e zakonshëm, se si rallë i mbrinë të panumërt janë dhe thonë, deri dhe grekët kanë ndryrë të gjitha, që duan autobusit grek, që duan këshumë thonë të gjitha, por ne nuk jemi detyruar të bëjmë teori. Nuk ka autobus që kemë foto me jaja. Kështu tani se nuk shkon kjo. Por unë isha aty janë banor të zonës, ma janë banor të zonës, sigurisht janë emigran, një pjesë e tyre janë emigran. Ka ndodhur, më falni që po e më ka ndodhur që kam shkuar në Zvërnec, jo tani, por shumë vite më parë. Zvërnec në fshat ku Treçereku në popullsisë, për shkak se janë minoritar. Dindita,